Gruaja shqiptare që bëri pakt me djallin. Do se dikush nga ju i quan si fantazi, nuk ka problem, por le ta diskutojmë sepse ka miliona njerëz të tjerë që besojnë se këto janë të vërteta. Megjithatë, ne jemi këtu për ta diskutuar së bashku. Kështu që do të dëshiroja që në fund të kësaj videoje të mund të lini një koment dhe të më thoni se nëse ju besoni ose jo në këtë që do t'ju them tani. Është një grua shqiptare që më ka shkruar para ca kohësh, më ka shkruar në 3 emaile dhe historia është e gjatë, por unë do ta shkurtoj sepse shpesh lexoj që dikush nuk ka nerva që të shoh kohë të gjatë, por unë do ta shkurtoj si histori dhe dëgjojeni me kujdes. Siç ju thash, ka miliona njerëz në mbar botën që u ndodhin fakte të tilla dhe ne do ta diskutojmë sepse kjo përveç se është një grua shqiptare, por është një grua e shkolluar, sepse është mësuese. Më ka shkruar që ajo kur ishte e re, iku jashtë shtetit. Nuk mund të them dot vendin as emrin e saj, por iku jashtë shtetit. Dhe në vitin 2008. Dhe me kalimin e kohës, ajo kërkonte punë aty ku qëndroi dhe është një nga vendet ose shtetet më potente në botë që ka dhe jep mundësi njerëzve që të punojnë në çdo lloj fushë. Ndonse kjo ishte mësuese në Shqipëri, kur shkoj atje, kjo gjeti një kompani në të cilën filloi që të punonte, një kompani që jepte të ardhuar financiare, i jep akoma sot, sepse ka ndryshuar kompaninë, por sidoqoftë në të njëjtin zhanër, i jep të ardhuar financiare që të jetojë në një formë luksi. Pra aty krijoi familjen, aty krijoi shoqërinë dhe çdo gjë, kjo grua. Në fund të vitit 2010, mos gaboj 2011, ajo filloi që të dilte, të kishte shoqe dhe shok të tjerë, vendas, por pas një farë kohe u shkruajt në një organizatë shqiptare, ku mlidhen shumë shqiptarë shpesher, dhe aty njofti edhe shqiptarë të tjerë dhe shqiptare të tjera. E kështu që me kalimin e kohës filloi që të frekuentohesh me të gjitha këto. Mirë po, teksa dilnin me familje, her pas here, më vonë filluan që të dilnin vetëm gratë, mes njëra tjetër, se kishte mes tyre edhe vendas, pra edhe gra vendase, përveç grave shqiptare. Kështu që të gjitha ishin 10-15 gra. Dhe jo të gjitha dilnin shpesher bashkë, por herë 8, herë 5, herë më shumë. Të paktën këtë që thot zonja. Një ditë teksa po bisedonim, sepse siç bëhet gjithmonë që flitet për çdo lloj argumenti, një ditë një nga këto vendaset tha që ajo kishte marrë pjesë një herë në një evokim. Pra teksa bëni një ulje, një seduta spiritika, si thonë një ulje të spiritizmit, ajo kishte marrë pjesë në këtë tabolinë dhe i thoshte disa, u tha të gjithave, disa mistere që kishin ndodhur gjatë atij momenti, sepse kishin hasur në disa gjëra që nuk i shpjegonin. Dhe kjo u bë kurioze, u bëra kurioze, tha, sepse dëgjova teksa këto zonja flisnin, vendase, që mund të i biesh në kontakt me njerëz të tjerë. Dhe kjo i kishte vdekur e ëma, gruas para kësaj, gruas shqiptare, dhe kërkonte që të, ndoshta në një mënyrë të mund të komunikonte me nënën e saj, siç janë të gjithë, e keni parasysh ju sapo i kishte vdekur nëna e ëma dhe mendonte, o Zot, ma se flas pak me nënën. Pra, ky ishte zhgënjimi i parë. Dhe çfarë bëri? U tha shoqeve, do të dëshiroja kaq shumë, tha, që t'ishe aty, tha. Jo, tha, njëra nga këto, tha, se në këto raste, tha, mund të evokuosh, tha, edhe shpirtra të këqinj, ndonjëherë, tha, edhe demon ose edhe vetë djallin. Po atëre, tha, kjo, më mirë, tha, të hysh, tha, nga dera kryesore, pse duhet të futesh nga dritarja? I kishte fjalën për djallin. Pra, pse duhet vete unë, tha, t'i them shpirtrave apo t'u them demonëve që mund të komunikoj me nënën time kur mund ta bëj me djallin. E tha me shaka aty për aty. Mirë po, pas 2 ditësh, 2 netësh, për fjalë, jo atë natë, po natën tjetër, ajo në ëndrat e saj pa një qenie të çuditshme që ju prezantua si një ëngjël me flatra etj, por flatrat, me fjalë, çdo gjë ishte një ngjyrë si thotë dhe kjo, korbi, me fjalë edhe flatrat, por ishte king, pra një njeri rreth 38-40 vjeç, pra, por ishte king në fytyrë. Dhe
i thashta, e pyeta, tha, në ëndër kjo, e pyeta, po ti kush je? Dhe ky i tha, më kërkove, tha, e unë erdha. S'po të kuptoj, tha kjo, dhe doja, tha, që të më thoshte emrin, po nuk më tha, atë mbrëmje. Dhe mbaroj aty, me një fjalë kush je, nuk më thoshte, etj, dhe ishte një mënyrë flërtrimi, si mund të quhet, me një fjalë, unë i pëlqeja dhe ai më pëlqente. Dhe e kuptoj qenja. Mbrëmjen tjetër edhe një herë. Dhe në mbrëmjen e tretë i tha se kush ishte. Unë tha jam djalli. Po ty tha pse të në ëndër gjithmonë. Pse të imagjinojnë, tha, duke thënë që je me bri apo je i keq apo me fla, po këto janë thënjet e njerëzve, i tha djalli. Unë nuk jam i tillë. Unë jam si gjithë ëngjit e tjerë, veçse unë mendoj ndryshe nga ëngjit e tjerë. Dhe çuj flisnin çdo mbrëmje. Mirë po, atë natë, pra natën e tretë, i tha se në çfarë ore i vinte që takonte. Në orën 3:33. Pra, në orën 3 të natës e 33 minuta, ai kishte ardhur të mbrëmje dhe ja tha. Pra, i tha që unë vi në orën 3:33. Rastësisht, në një nga netët më vonë, ajo u ngrit natën dhe vuri re që ishte pikërisht 3:37, pra ajo pas 3 minutash, që ishte 4 minutash që ishte zgjuar, pa që ëndrën e kishte parë që ai kishte thënë ishte vërtet në orën 3:33. Dhe aty tha, u çudita. Mirë po, unë nuk mund t'i thoshja, tha, shoqeve të mia, si do t'ju thosha unë shoqeve të mia, që pash djallin në ëndër, nuk mund t'u thosha. Dhe vazhdova, tha, që të pyesja, të gërmoja, që t'isha me sakt në jetën reale. Dhe fillova, tha, që t'u tregoja, tha, se të pyesja, tha, nëse bëheshin këto uljet spiritike, ku bëheshin, çfarë bëheshin etj. Sepse doja, tha, që t'isha e vedishme, pra t'isha e ndërgjegjshme në momentin që më ndodhte kjo gjë. Jo në ëndër, siç e shihja. Kisha dhe frikë, tha, të them të vërtetën, po unë tha, aty tha, më bëri, tha, që për vete, sepse mendova, tha, se thoshte, tha, që çdo gjë është trillim i njerëzve, po unë jam i mirë. Ky ishte në sintez biseda që bënin. Në fund, pas një jave apo 10 ditësh, një gjë e tillë, i tha se çfarë donte kjo. Unë e di, tha, se ti çfarë do, tha, po unë tha, mund të ta jap, tha, nëse ti më jep më bën diçka për mua. Dhe kjo i tha, çfarë? Nëse ti, tha, bën diçka për mua, tha, që të thërrasësh dhe shoqet e tua, që të ulen, tha, të gjitha bashk aty. Dhe të më evokojnë mua. Po unë tha, jo, nuk mund të them, tha, që të evokojnë ty. Si do t'ju them u shoqeve të mia, tha, që të evokojnë djallin. Po ti, tha, mos u thuaj gjë, tha. Do ta bëjnë, tha, në atë moment që janë aty. Pra ti, tha, vetëm thërriti që të vinë në tavolinë, të bëjnë uljen spiritike, dhe në momenti që ato do flasin, tha, ti u jep, tha, një që do të them mund, tha, çfarë shenjash që duhet të evokojnë, por ti, tha, do evokosh mua. Dhe kështu ndodhi. Një pasdite, u mblodhën të gjitha bashk, ishte ditë e dielta, dhe vajti vonë, tha, pastaj vajti vonë, tha, që ne duke ulë, tha, derisa erdhi mbrëmja. Dhe filluam, tha, që të bënim, ja i binda, tha, se nuk doni që të bindeshin, në fund fare, tha, u bindën, dhe ato, tha, dhe bëm këtë, se uljen spiritike. Dhe, por, tha, nuk ulën të gjitha. Njëra, tha, mbeti në këmbë. Me një fjalë nuk donte që ta bënte. Dhe të gjitha këto, tha, mbetën, ne ishim, tha, 11-12. Dhe kur bëm uljen spiritike, tha, fillova, tha, që të kërkoja evokuimin, të bëja evokuimin e djallit. Dhe këto më thanë, çfarë bën? Po ti çfarë thua? Çfarë janë këto fjalë që thua? Dhe më në fund ta e kuptuan dhe thash, tha, unë tha, pa merak, u thash, tha, që sepse unë dua, tha, vetëm, tha, që të shikoj nënën time, tha, që të më thotë disa sekrete që ajo vetëm ajo dinte që nuk mi ka thënë. Dhe mbaroi ajo mbrëmje, nuk ndodhi asgjë, ikën që të gjithë, shkuan në shtëpi, dhe kjo në mbrëmje e pasërish, gjithmonë në orën 3:33, dhe i tha, pse më zgjuan gjithmonë në këtë orë, dhe pse vjeni gjithmonë në këtë orë, sepse ti, tha, nga tani e tutje, tha, je imja. Me një fjalë, ti e bëre paktin me mua. Dhe unë tani, tha, do të kërkoj edhe një gjë tjetër. Po, tha,
unë tha nuk mund tha që të bëja tha atë çka mendon ti. E bëre thaj. Sepse ti tha me evokove në momentin tha që ullët gjithë bashkë tha, gjitha gratë. Ai nuk i tha gjë gruas shqiptare, por e çuditshme ishte që pas asaj nate u kishte shkuar në ëndër të gjitha grave të tjera, sepse kjo e vërtetoi më vonë këtë, kur filloi që të fliste me shoqet e saj më vonë, të gjitha ato që ai i kërkonte atyre, po ashtu asaj i kërkoi të njëjtën gjë. Pra zinxhir, duke i kërkuar gjithmonë diçka. Dhe me pak fjalë i kërkoi edhe gjëra të tjera, i kërkoi vllajën e vogël, i kërkoi një tjetër njeri, pra shoqen e saj të ngushtë, i kërkoi e tjera. Si përfundim, kjo grua ende sot e kësaj dite që flasim bashk, në orën 3:33 në çdo mbrëmje zgjohet. Zgjohet sepse nuk do që ta shikoj edhe njëherë dhe të ketë mundësi që të komunikoj me këtë qenje, që nuk e di thotë, unë mendoj që është djalli, që më ka çmendur thot, sepse më kërkon gjithmonë diçka thot, edhe në këmbim thot, do t'jap, por nuk më jep asgjë. Pra e talli, si mund të themi, bëri çfarë desh, mori çfarë desh dhe efekti zinxhir duke kontaktuar edhe me shoqet e saj, që padyshim shumë prej tyre që edhe nuk e thon, u ka kërkuar gjëra dhe i ka marrë ato që ka kërkuar, por sidoqoftë ajo ka bërë paktin, sepse ky është problemi kryesor, secila prej tyre bëri paktin. Dhe doja t'ju pyesja juve, a keni dëgjuar ndonjëherë për paktin me djallin? Kush ka bërë paktin dhe në qoftë se ka bërë, si ka shkuar me të? Dhe në qoftë se bën paktin, çfarë ndodh? Pyetje. Tani doja që ta diskutonin bashkë, sepse ky është një nga miliona histori që ndodhin gjithandej në mbar botën. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.